çfarë duhet të bëjë Partia Demokratike në këto zgjedhje? Pra, dakor, zoti Berisha është diskutimi i mbyllur. Në zgjedhjet e brendshme të saj. Edhe për zotin Berisha, nëse do të kishte, ishte fare e lehtë dhe mund të bëje mekanizma të tilla, të cilat mendimin tim do ishin të turpshme, që Sali Berisha ne gjendemi kandidat për Sali Berishën. Po themi të kandidoj Klevisi. Ishte një garë fiktive, një tallje me demokratët. Jo, nuk mund ta bësh. Në rastin konkret që tonë s'ka zgjedhje, jo ka zgjedhje. Sepse demokratët kanë të drejtën të thonë që, nuk u organizua mirë ky proces. Do ta votoj kundër, sepse është me pro apo kundër në lidhje me zotin Berisha. Saliani thotë unë e mund Berishën, prandaj nuk më futi në garë. Po, Saliani tha dhe që Shkodrën e fiton Sali Berisha vetëm po zbritën alienët në 6 mars. Apo jo? Alienët nuk zbritën, 6 mars bashkinë e morëm në Shkodër. Pra, ta janë çështje të Ervinit. Do flasim dhe për ato. Ato janë çështje të atij, shumë çfarë flas fare, po ato janë çështje të atij. Për këto duhet pyesni atë. Në rastin konkret, nuk mendoj që ka njëri serioz që mendon që në atë parti sot për momentin mund ta merrte diku tjetër. Them or të gjithë mund të kenë qef, edhe unë mund të kem qef të jem kryetari i Partisë Demokratike. Po është një gjë qefi, është një gjë tjetër që a e ke mbështetjen ti, potencialin ti të organizosh një parti, a e ke ti backupin e antarësisë, a e ke fuqinë, a e ke eksperiencën, që janë për këtë partit që krijon kështu për 30-40.000 veta në gjithë Shqipërinë, apo 15.000 vota, të marrim një mandat, dy mandat dhe u quajnë që kemi bërë një parti, po ngecin aty. Nuk ka më avancim. Dhe pastaj në fund vinë e bin. Se këta i morin qafë gjithë Ilirmeta. Këta kujtuan që ishin Ilirmet gjithë. E bëri Ilirmeta, po Ilirmeta ishte Ilirmeta, ka qenë kryeminist 30 vjeç. Kryeminist 30 vjeç, ka qenë ministër, ka qenë deputet 20 e sa vjeç. Nuk ta kujtuan gjithë dhe filloi ba mirë topi gjithë. Ku janë këta të gjithë sot? Ku janë? Nuk është, nuk funksionon kështu sepse duhet kesh një bosh. Unë nuk jam kundër të bëhen partitë e reja, po tani vjen keq, po ne kanë votuar 1 milion diku te 1.800.000 banor, ndërkohë ne kemi 138 parti. Në Itali kanë votuar 15 milion, janë 60 parti. Pra, çmenduri domethënë. Ne kemi s'ka ngjet njeri pa parti. Mos ta kalojmë këtë Partisë Demokratike. Duhet ndryshoj diçka në qeverisjen e PD-s 2026-2030, Këshilli Kombëtar, kryesia, a duhet largohen drejtuesit e qarqeve që kam dëgjuar nga zoti Luan Baçi, a duhet ketë një ndarje të pozicionit të deputetit me kryetarin e Degës, me kryesin, pra një deputet mos të ketë kaq shumë ofiqe. Unë kam bërë disa propozime. Cilat janë theme? Për Këshillin Kombëtar unë mendoj që duhet ketë ndryshime në Këshill Kombëtar. Qoftë edhe në procesin. Kam bërë disa propozime që do të bëhen publike së shpejti, por Këshilli Kombëtar patjetër duhet ketë ndryshime thelbësore. Këshilli Kombëtar është patjetër është një institucion ku Partia Demokratike hapet edhe ndaj figurave si thosh të larta të shoqërisë, që kanë një perceptim apo kanë një mendim, kanë një ide të përbashkët me Partinë Demokratike, janë opozitar, po jo që domosdoshmërisht janë antar partie apo kanë pasur një karrierë në PD. Por gjithashtu Këshilli Kombëtar është edhe një institucion më i lartë i Partisë Demokratike, në të cilin dhe mund të vlerësohen antar të partisë, të cilët prej vitesh kanë punuar në atë parti dhe kanë sakrifikuar, që nuk e kanë gjetur sot mundësinë të jenë në parlament, sot tash mund të jenë një 10.000 demokratë që mund ta meritojnë më shumë se sa unë, apo mund të jenë dhe më të mirë se sa unë për që jenë deputet. Sot nuk janë ata, sot jam unë. Siç nuk isha unë ndje, ishte dikush tjetër dhe unë bëja punën time. Pra në të gjithë aspektin, Këshilli Kombëtar dhe jam i bindur që do ketë ndryshime. Edhe kryesia e PD-s. Jam i bindur që do ketë ndryshime. Kurse për sa i përket tezës që duhet të jenë të ndarë deputeti nga pozicionet në parti, nuk mendoj që është e qartë, është e saktë, sepse deputetët janë të partisë, ne nuk kemi ardhur nga një vend tjetër. Unë jam shef organizimin në Partinë Demokratike. Dhe patjetër nesër mund mos të jem, se s'do jetë po i njëjti gjithkohës. Por nuk mund ta ndash deputetin nga partia dhe nga ufiqet e partisë për një arsye të thjeshtë. Baza dhe antarët kërkojnë të diskutojnë me deputetin atje. Dhe pastaj ngrihet pyetja, nëse do bëhet kjo, por ata që do të jenë nëpër ufiqe të partisë do kenë të drejtë kandidojnë për deputet? Dhe nëse ato i lejnë ufiqet për të kandiduar për deputet, kush do t'i mbajë ato ufiqe gjatë kohës që ne do jemi proces zgjedhor? Do duhet bëjmë zgjedhje përsëri, pra nuk ka vlerë ndarja e kësaj. Ajo bëhet me një proces zgjedhor ku kandidojnë njerëz të cilët sipas kontributeve të tyre, sipas aktivitetit tyre politik, se duhet thënë, ka disa që janë shumë aktiv, ka disa që janë më pak aktiv.
Dhe patjetër kontributet duhet njihen dhe meritokracia duhet njihet si e tillë. Dhe kjo duhet jetë nga baza e deri lart. Për shembull, pse unë mbështes Sali Berishën si kryetar? Sepse nuk ka rëndësi se është korrik, gusht apo dhjetor, Sali Berisha në orën 9:00 është në zyrë. Dhe është gjithkohon duke na bërë presion që krijoni për mundësi takimesh. Të shkojmë këtu, të shkojmë atje, të shkojmë atje. Ai është njeriu që punon më shumë nga të gjithë ne, është turp që e them. Është turp për ne, por është realisht njeriu i cili është non stop. Nuk ka një sekond, një fraksion pushim.